Gazetar, kush të bëjë aty një pyetje. Kaç me të bëjë aty? Shefër të ty për më thënë, ikën çumera. Ne pyeti gazetari, familjarin tënd ai pëlqen seksi. Pyete. Shkoj ta pyeti familjarin tënd ai pëlqen seksi. Ja familjar kush i pëlqen seksi. Ja kush i pruni familjar të përket. Veçi çike gazetare pra. Kyçe sjell familjar e mi. Familja jote. Se motrës tane. Në sa mesh ku të bërë se këne kësish motrës tane. Mbase kam hedhur këtë videon e pahishme, gjithë më kanë thënë mua Andrea nuk je i drejt, ti je shumë i pa drejt, pse mban vetëm një anë, pse mban vetëm Mateon, sepse nisi Mateo fillim, i përmendi familjarët Mateon fillim. Okej, kthehem unë, se në digital vi kemi me OTT. Kthehem unë edhe shikoj videon mbrapa se si filloi e gjitha. Ka filluar e gjitha shëndriti Selina te krevati Rogertit, me njëra tjetrën. Mbarun këta, i tha Selinës ai, me sa burra shkon ti një herësh, ja këputi dhe asaj, na ajo doli jashtë. Kur doli jashtë, ndërhyn dëgjon Mateo për shembull si ishte duke bërë në kuzhinë, edhe dëgjon këtë lloj bisede dhe i thot Rogertit, o Rogert, një gazetar, nëse e pyet një familjarin tënd për çështjen e seksit, si do të ndihesh e ti? Kjo ishte një pyetje. Një pyetje. Edhe i thaj, po ta pyet more, ta pyet, le ta pyet, pastaj, ja kush, pastaj çfarë bëri? E në të qindën e sekondit e shfrytëzoi këtë lloj fjalën familjar, edhe e ktheu në këtë që e ktheu derisa ja bëri këtë pyetje. Dhe i tha, se në fillim kur i tha Mateo që dëgjoni videon, i tha që ti si do të ndihesh e ti nëse një gazetar i bën pyetje motrës tënde, familjarit tënd, të tillë pyetje, si do ndihesh e ti. Edhe unë të bëj pyetje ty, thot që ti të pyesësh motrën tënde me sa burra ka shku një herësh. Ose me sa burra shkon një herësh. Ta shiko, pyetja e Mateos me pyetjen e Rogertit janë dy gjëra të ndryshme. Se jam shumë i sigurt që nëse juve do t'ju ndodhte kjo lloj gjëje për shembull, jam shumë i sigurt që do ishit bër keq fare. Do ta kthej një herë ti këna vetja. Si do t'u vinte juve ti pyesni dikush motrën tuaj, okay, ose një të afërmin tuaj, ti thoshte që me sa veta shkon një herësh ti. Me i thënë motrës tuaj, dikush me sa veta shkon ti një herësh, ti ishe bërë kështu. Jo luan, po elefant fare. Elefant kështu, me shtyp. Por, duke qenë se është në një format, edhe gjitha i takon lojës, edhe ne që e komentojmë lojën, nuk komentojmë Rogertin jashtë. Unë se njoh Rogertin jashtë. Unë nuk e njoh fare. Ama Rogertin brenda, Mateo brenda po komentojmë. Pra, janë dy gjëra të ndryshme. Se më thatë, jo po e filloi Mateo i pari, i përmendi familjarin, i përmendi motrën, gruan, s'pash. Ja më ku e keni videon. Jo s'un po dalë në krah të Mateos. Për Zotin më vraf të Zoti, nuk jam në krah të asnjërit. Për mua, na i pari deri te i fundit janë të fliqur nga hiq një briken, hiq një Mali, hiq një Stelnaldo, domethënë për pjesën e fliqjes gojës. Hiqi këta tre. Të tërë janë bërë mut nga goja. Nuk ke kujt i vësh gishtin, kush është më i pastër, ose nuk ke për shembull përveç këtyre treve që thush të ke qef ta dëgjosh këta, se po na kënaqin. Një muhabet social, një muhabet për jetën, një mesazh për jetën nuk kanë dhënë. Vetëm kanë share, kanë ofenduar. Ata kanë të drejtë se e ka lejuar Biku këtë pjesë. Por mos hajdeni të më thoni mua, Andrea ti po mban këtë. Ore, e dini që mua për shembull nuk më pëlqen fare as Mateo, okay? Nuk më pëlqen as Rogerti, as Miri, as për lojën që po bëjnë aty brenda. Më pëlqen Mali për djalin që është, më pëlqen Brikena për vajzën që është, e sjellshme, mos e ngatroni me raportin e Mateos, mos e ngatroni, e sjellshme që nuk ka fëlliqur një herë gojën, dhe Stenaldo djali i artikuluar. Qa do gjeun te Selin, që i thot rrugaç një femre, te Greta që bështyn një femër, te Rogerti që ofendon, te ai tjetri që te Miri që ofendon, që mundohet të ushqej një situatë shumë të shpifur ajo që është lidhja e Selinës me atë, jo për lojë, por në një kontekst tjetër, në kontekstin e ndjenjës. Juelën, unë se duroj dot fare, Juela e fliqur nga goja dhe ajo, si shoqet aty brenda, s'dina këta të vjetrit kë mund të marrë tjetër, kush ka ngel. Po, edhe Alesio, po, se e lash, ta heq edhe Alesion, i qetë, ka treguar qetësi, s'ka fliqur gojën,
E gjitha mira. Sti e vlla, nuk di ku ti thosh që bravo. Ky ka bërë loj, ky e meriton. Po janë të gjithë bëjnë atë që po bëjnë tani këtu me Juve. Të gjithë komentojnë lojën e njëri tjetrit, nuk ka lojë, nuk ka strategji fare bigu. Ka vetëm zënka, ka bullizime, sharje, ofendime dhe jam shumë i sigurt që edhe vetë ata aty e pranojnë këtë gjë, e kanë parë këtë gjë edhe e ndjejnë këtë gjë. Ndaj, kur unë dalë komentoj një gjë, mos më thoni mua ke inat këtë, ke inat ata. Nuk kam inat asnjë. Po, patjetër, gjykojmë lojën, japim, kritikojmë lojën, lavdrojmë lojën, situatën, se lojë lehtë e pilos. Po, situatën e njërit aty. Nuk e bëjmë se kemi inat. Ju betohem a dini Juve për shembull një ata banor që unë e kam kritikuar jashtëzakonisht shumë. Më shkruan Instagram, kur ka dalë, më ka shkruar, bravo qoftë për videot, e më the thash, ke kritikuar mirë, gjithë mira. E kuptoni që unë nuk kam armiqësi me asnjë. Jeni ju ata që i mendoni gjërat ndryshe, jeni ju ata që i mendoni gjë. Mos të them që shumë në ata familjarë aty brenda më shkruajnë se qa mendon si thua se këshilloj me mua plako. E kupton, nuk është jam këshilltar në gjë. Ata unë e vlerësoj atë mendimin e tyre për mua, e vlerësoj jashtëzakonisht shumë. Por fakti që ata vinë dhe flasin me mua, do thotë që ata vetë familjarët nuk kanë asgjë gjë. Juve nxiteni, juve nxeheni kot, ata han kumlla, juve u pill dhëm. Aman. Se fundja fare po komentojmë lojën e tyre, jo ata kush janë jashtë apo familjet e tyre. Kjo ishte video e famshme që më thate ka nisur e ka përmendur Mateo, ma gjeni ku e ka përmendur Mateo videon, një familjarin e Rogertit, se po se bëra më të përpula ta komentoj, do me thënë, jo se ta rra, jo, po jo më shpirt, jo, as ta ofendoj, se nuk jam tip që ofendoj. Por ta kritikojnë, që ose ai ka përmendur një familjarin e tij në këtë diskutim, ka bërë pyetje, është gjë tjetër. Ti sjellni një familjar, është gjë tjetër. Nëse e gjeni ma çoni ju, lutem edhe shikojeni dhe kuptoni që nuk jam krah të asnjërit. Jam në krah të logjikës së drejtë.